Lushnja vijon aktivitete të ndryshme në kuadër të javës së Kongresit me rastin e 106 vjetorit të Kongresit të Lushnjës. Grupi intelektualësh dhe nxënës nga shkolla të ndryshme, si nga Lushnja, ashtu edhe nga rrethet të tjera, vizitojnë shtëpinë ku u mbajt Kongresi Kombëtar i Lushnjës. Çdo ditë qyteti është i përfshirë në aktivitete të shumta të organizuara nga Bashkia e Lushnjës dhe Drejtoria e Qendrës së Artit dhe Muzeut Historik. Në këto aktivitete, shkrimtar lushnjar kanë prezantuar libra të shkruar për këtë kongres historik, i cili përcaktoi fatet e Shqipërisë. Kamera e televizionit Apollon ju drejtua përgjegjësit të Muzeut Historik dhe historianit Niko Ferro, i cili u shpreh se Lushnja dhe lushnjarët duhet të vlerësohen për këtë akt historik të mbajtur në janar të vitit 1920, pikërisht në zemër të Shqipërisë. Zoti Ferro vlerësoi gjithashtu kontributin e dy autorëve të librave historik për Kongresin e Lushnjës, Ylli Miftiu dhe Ëngjëll Zerdelia, të cilët kanë hedhur dritë mbi historinë dhe rëndësinë e këtij kongresi. Për javën e Kongresit, Bashkia e Lushnjës ka organizuar disa aktivitete, sot u zhvillua krosi masiv. Gjithashtu në Muzeun Historik të Lushnjës është hapur një ekspozit me tematikë sportive, Lushnja në 100 vjet. Do të hapet edhe një ekspozit tjetër, Lushnja me motive myzeqare në pikturë. Këto janë dy ekspozite parashikuara. Gjithashtu shtëpia muzeesh e hapur dhe gjatë gjithë kësaj jave ne kemi pasur dhe vazhdojmë vinë nxënësët të shkollave. Në lidhje me Kongresin e Lushnjës, kemi krijuar edhe një bibliotekë që çdo libër aty flet për Kongresin ose pjesërisht. Gjithashtu kemi edhe plot dokumenta, 4000 dokumenta që janë në dispozicion të gjithë studiuesve të cilët merren. Megjithatë, unë mendoj që është e plotësuar pjesa e historisë së Kongresit, edhe profesor Ylli Miftiu ka shkruar një libër së fundmi, gjithashtu është dhe albumi, është dhe një libër i zotit Ëngjëll Zerdelia, pra mendoj që pjesa e Kongresit është plotësuar. Tani sillen detaje ose pyetje të reja që ndoshta nuk i kemi ditur më herët. E kanë theksuar edhe në shumë intervista të tjera, roli i lushnjarëve ishte vendimtar, sepse ata i dolën për krah. Ata u gjetën në minutën e fundit për shpëtimin e Abdeut dhe këtu lushnjarët duhen lartësuar. Pavarësisht se Kongresi i Lushnjës nuk është marrë që të bëhet edhe festë kombëtare, apo të jetë marrë apo të jetë trajtuar edhe të paktën në nivel shkencor, se dhe nga Akademia e Shkencës nuk kemi ndonjë libër të mirëfillt për Kongresin. Gjithsesi, kjo as nuk na demoralizon, por kjo na bën që ne të vazhdojmë ta nderojmë këtë ngjarje historike të kombit tonë, ende të pavlerësuar.